Sa i përhapur është fenomeni i dhunës në shoqërinë shqiptare? Ka një statistikë që si është në... Statistikat janë pak të vjetra, sepse gjithmonë i referohemi një sondazhit bërë nga Instatit në 2009, ku 1 në 3 gra është viktime e dhunës së familje. Ajo për cilën mund të flasim është rritja e numrit të denoncimeve. Do me thënë, rritja e njerëzve ose e grave dhe vajzave që janë ndërgjegjësuar për të denoncuar dhunën në familje. Faktikisht linja zyra që ju drejtoni ka 16 vjet që funksionon. Si është ecuria e saj? Si e shikoni rritjen e numrit të denoncimeve nga viti në vit? Do me thënë, është shumë e qartë nga shtimi i numrit telefonatave vit pas viti, që tregon që njerëzit janë gjithnjë e më shumë të ndërgjegjësuar për shumë arsye. Për arsye të medias, që sigurisht luan një rol shumë të rëndësishëm në jo vetëm në vendimimin e ngjarjeve, po më tepër në rritjen e ndërgjegjësimit të njerëzve për të denoncuar dhe për të thënë stop dhunës familje, por edhe nga ligje që miratohen, nga puna që bën dhe që është shumë e rëndësishme shoqëria civile. Ka disa arsye që themun që është rritur ndërgjegjësimi. Mirë, ka ndikuar kjo në frenimin e dhunës disi apo për fat të keq jo. Do me thënë, kjo është pjesa e trishtuar. Do me thënë, është pjesa e mirë shumë rritja e ndërgjegjësimit njerëzve. Pjesa e trishtuar është që statistika që ju sapo dhat, është statistika më e madhe e grave të vrara ndonjëherë brenda një viti. Në Shqipëri në këto 20 vite tranzicioni. Pse ndodh? Pse ka kaq shumë dhunë? Është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme dhuna në familje, pa diskutim që ka shumë shkaqe. Pse është rritur? Sepse shtimi i varfërisë, ulja e vendeve të punës, gjithë ajo agresivitet që sjell politika shqiptare nëpër ekrane, pa diskutim që përçohet në këtë formë edhe tek familjet shqiptare. Për dhunën është folur shumë dhe biles duket sikur themi të njëjtat gjëra, domethënë. Por konkretisht çfarë mund të jetë rregullator? Është vetëm ana ekonomike apo është ana sociale apo është edhe një farë tradite që ekziston, është në shoqërinë e Shqipërisë? Në fakt, me fjalën tradit, doja të thoja që njerëzit përgjithsisht kur thon fjalën tradit i revokohen gjërave të bukura, do me thënë traditave të bukura. Më tepër do thoja mentalitet. Do me thënë Shqipëria vjen nga një mentalitet patriarkal, kjo është e padiskutueshme, edhe kjo gjëja reflektohet jashtëzakonisht në shtimin e rasteve që kanë lidhje me dhunën familje. Ekonomia, pa diskutim që është njëri nga faktorët dhe varfëria është njëri nga faktorët që ndikon në shtimin e dhunës në familje, edhe kjo është e padiskutueshme. Por në fakt ajo që unë do thoja që është më e rëndësishmja është kultura e mos ndëshkueshmërisë së atyre që dhunojnë gratë. Me thënë, nuk kemi asnjë dënim maksimal për ata që kanë dhunuar gratë, në një dënim maksimal për ata që kanë vrarë gratë. Me thënë, në Shqipëri kemi pasur raste të tmerrshme ku babai i cili vrau të bijën u dënua vetëm me 17 muaj burg, dhe gjykata mori si precedent kanunin Lek Dukagjinit që absolutisht është një... Dakor, ka raste të tilla, çfarë mund bëhet më tej? A mund çohet në një tjetër nivel të gjyqësorit, a mund të ngrihen këto çështje si çështje të drejtave të njerëzit edhe në një gjykatë tjetër e cila mund të jetë jashtë Shqipërisë? Sepse dakor, ky është një qerthull, le të themi, një rreth vicioz, si mund të dilet? Gjykata shqiptare bën një lloj rrethi vicioz nga i cili nuk mund dalë askush. Edhe rastet grave të vrara, për shembull që i kanë ndjekur organizata të tjera të shoqërisë civile dhe që kanë dashur t'i çojnë në gjykatën e Strasburgut, ndonjëherë gjenden pas zgjidhje sepse gjykata as nuk e mbyll dosjen, edhe nuk e quan çështjen, as nuk e arkivon. Kështu që kjo nuk të jep ty pastaj pjesën ligjore që ti je i detyruar për ta çuar në një instancë tjetër që është jashtë Shqipërisë. Po unë mendoj në fakt që kjo pjesa e mos ndëshkueshmërisë është absolutisht thëmbra e akilit. Në qoftë se ligji do forcohet. Ligjet i bëjmë shumë të bukura në Shqipëri. Do me thënë, ligji që kemi për dhunën në familje është një nga ligjet më të mira që është miratuar ndonjëherë në Parlamentin shqiptar. Disa muaj përpara, Parlamenti shqiptar ratifikoi dhe Konventin Evropiane për dhunën në familje. Dhuna në familje tani ka kaluar pjesë e procedurës penale, nuk është më vetëm pjesë e procedurës civile. Pra, ligjet janë fantastike, duket sikur nga pikpamja, po të shikosh ligjet jeton në vendin më të përparuar të Evropës në Shqipëri. Kur vjen pjesa tek implementimi, pastaj ajo është një pjesë që lë në mënyrë të jashtëzakonshme për dëshiruar dhe që ndikon shumë pastaj në rritjen e rasteve të dhunës familje dhe në agravimin deri në pjesën tragjike pastaj në humbjen e jetëve të grave dhe vajzave. I rikthejmë punës zyrës së qendrës tuaj sepse keni një nismë shumë interesante për të kuruar, le të themi, ose për të marrë me burrat e dhunshëm. Si është kjo nismë?
Kjo është një nisëm tjetër që erdhi si pjesë e reflektimit gjatë tyre 16 vjetëve. Pra, kemi 16 vjetë që punoj me viktimat, edhe pa diskutim që dua ta theksoj këtë, që pjesa jone e rëndësishme do jetë puna me viktimat, po mbas këtij reflektimit ti kupton që duke punuar me viktimën nuk mundet të reduktosh nivelin e dhunës familje, sepse viktima nuk ka asnjë gjë në dorë në shumicën e rasteve që të uli nivelin. Ai që me cilin e duhet punonim që në fillim fare është pa diskutim ai që e shkakton dhunën familje. Ligji parashikon, në fakt ligji kundra dhunës në familje parashikon që dhunuesi duhet të marrë pjesë në seanca terapie dhe duhet të shkojë një raport në gjykat javë për javë për mënyrën se si ka ecur kjo terapi. Dhe ju do ta nisni këtë gjë konkretisht. Ne këtë gjë do ta nisim konkretisht, duke përfituar nga kjo pjesa e ligjit. Nga eksperjenca jote. Them që do të japi rezultate, sigurisht jo të mrekullueshme që në fillim fare, sepse unë i besoj edhe kohës edhe pjesës ndërgjegjësimit edhe pjesës së bindjes së njerëzve. Kam vizituar 2 qendra që merreshin me këtë gjë në Zvicër. Të dyja kishin shumë klient kosovar dhe shqiptar, emigrant që jetojnë në Zvicër. Them që derisa ka funksionuar atje me të njëjtët njerëz, do të funksionojë në Shqipëri po me të njëjtët njerëz. Unë shpresoj që herën tjetër në studion tonë të flasim ndoshta për një ndryshim në këtë terren. Shpresoj shumë. Shpresoj që mos të japim më lajme me shifra të tilla si 23 gra të vrara gjatë një viti, vetëm si pasojë e dhunës së familje. Falenderoj shumë për kohën që ndave me ne. Edhe unë ju falenderoj shumë.